të gruas në shoqëni. Do të thonë sepse parimisht pajtohem dikun me disa elemente këtu që u diskutu, që problemi i përfaqësimit grave nuk është diskriminimi i hapur, sepse s'kemi diskriminim të hapur. Do të thonë na kemi më shumë se 30% përfaqësimit në kuvend, më shumë të grave, do të thonë për te normë, për te kuotës e cila është e përcaktuar. Po problemi nuk është të përfaqësimi numerik, do të thonë na nuk e kemi problemin e numrave, kemi problemin e impaktit real të gruas. Duhet me, do të thonë shifin e jemi 3-4 femna dhe mujtëm 4 gra, edhe mujtëm e bo një diskutim vetëm me këtë kolegun, sepse unë parimisht absolutisht nuk pajtohem që gruaja nuk e ka qatë fuqi me kallëzu veten, edhe që vetë gruaja vetë distancohet. Unë se kam atë mendim, atë opinion. Problemi është se tradicionalisht në Kosovë janë kriju rrjete politike prej burrave. Tash, a ka pas mundësi gruaja me integru në ato rrjete? Pak ka pas mundësi, sepse do të thonë, kemi qenë luftë, kemi qenë të okupum, kemi qenë parësimum, gratë kanë pas pak mundësi me qenë të rjetizuara, që kanë qenë tradicionalisht të rjetizuara grupet e burrave politikisht. Ato janë bënë për oda, janë bënë për vendet fshehta, janë bënë. Do të thonë, kështu kanë filluar mu rjetizu këto grupe. Mas ne kanë mas luftës dolen pa, do të thonë këto rjete, edhe ashtu u krijun fortifikata ashtu prej burrave, plus që dolen prej luftës e tjera, do të thonë u kriju përshtypja që burrat mund të krijojnë fitore. Po, do të thonë, problemi është pse gruaja nuk përkrahet, do të thonë, shife, u tregu një rast e i rëndësishëm këtu, do të thonë pse sponsorizohen gratë, do të thonë pse sfinancohen. Edhe kolegu tha, i nderumi tha, unë du me sponsorizu, tha një shok të emi, nuk tha një shoqë shembull, apo den, që mujti me thonë një shoqë shembull, po du me përkra ty për shembull. Nuk mujta me thonë një shoqë se ishtë dallimi mes sponsorit femër moshkull. Problemi është se shoqënia, si në përgjithësi, nuk beson që një gru mund të sjellë fitore. Pse është, që kjo është arsyeja pse gratë kanë më pak përfaqësim, jo më pak, po 1%, do të thonë, përfaqësimit në pushtet lokal. Se pushteti lokal është hala ma tradicional se pushteti qendror. Do të thonë, na kemi vetëm një gru që ka përfaqësu komunën e Gjakovës, është Mimoza Kosari. Për mu, Mimoza Kosari është ndër gratë të cilat kanë bërë revolucion politik. Dhe e ka bërë pa mbështetjet askujt në kuptim